Ati ku ka një kala është një emblem historie. Kalaja e Himarës mban trofenë historike ku ruhet si Hajmali dhe ku vjen deri në ditët tona jehona e qendresës së Krajinës, qendresës dhe trimërive të kapedanëve himariot. Këtë qendresë epike e gjende tek lisat dhe pishat, të cilat kanë trajtën, valvitjen dhe madhështinë e flamurit. Ati ku ka një det e një mal që puthen bashk, ka një mbretëri bukurie, një emblem magjie. Këngët, edhe këto emblematike, kanë ardhur balatshëm që nga lashtësia dhe janë gdhendur në disjet e korifeut Neço Muka Mariotit. Ato sot si krenaria e himariotve kanë privilegjin të kenë hyrë në panteonin e artë të kulturës botërore. Në këtë shtrat emblemash, u lind dhe u rit djali i çiftit Rondo. Lindi në Prag Vjesht në vitit 1944. Nusja e bukur e Ronda i Vedhiqi andronte edhe priste një djalë. Ashtu lehon, lotgëzimi i rodhën, lotgëzimi folën më shumë se mira fjalë. Babai Irakliu krenua se u lind djalë e u lidh rënja. Gjyshi foto u lumturua se erdhi në jetë kapedani vogël i Papulit. E pagëzuan me emrin e Krishtit, Kristo. Në pleqrinë e lodhure të mpakur, gjyshit foto, Kiçua i vogël i shërbeu shumë edhe ai dha uratat me pash. Akoma fëmijë Kiço kishte shenja se do të bëj përveç se i bukur e shtathedhur, por edhe i mbar, i urt e plot mirësi. Sokakët, gurët e moqëm, thollot, ledhet, sofatet e lyer me gëlqere, shtëpitë e stërgjyshërve, të gjitha janë secila nga një faqe krenarie në memorien e Kiços. Fladi i malit që binte me të poshtë aromën e sherebelit e të gjineshtërës, e që bashkohej me erën e limonit e të portokallit, me një aromë dehse, do të mbushte e do të ngopte mushkrit e këtij djaloshi. I dashuruar marrëzisht me detin dhe valën shkumebardh, e cila puthet paqësisht me bregun ranor e shkëmbin të hirt. Edhe sot brenda shpirtit të tij, dalldisja për detin dhe për të eksploruar të panjohrat e tij është e marrë. Barbakaja nuk ja kurseu grisjen dhe gjakosjen e kërcive, ku bashkë me shokët e vegjilis shkonin për të losur, për të ngopur me atë bukuri magji plot dhe për të gjuetur mollenja. Shtëpitë të parve, ngritur një me shkëmbin, i kujtojnë historinë për stërgjyshtit që kur niseshin për të shërbyer ullinjve dhe vreshtave, nuk përsheshnin në çanak dhall apo qumësht, por ver të kuqe, përshesh me ver të kuqe. Sa herë kthehet në vendlindje, dhe rëmbejnë këto kujtime, aq më shumë allëngjet dhe bëhet fëmijë. Kjo është shtëpia e babait tim, tu kam lindur, jam rritur deri vonë. Tu janë kujtimet e mia të gjitha. Në vegjilisë, bashkë me shokët, vlozim se këto shtëpit ishin të shkatruara që në kohën e luftës së Talodege, dhe unë sa herë vija në Himar, vija gjithmonë këtu se kujtoj ato vogëzistime, vija dhe për të kënaqur, për të parë dhe se ka një mrekulli që të shikosh majtas djathtë, nga çdo anë të shikosh që shkruajnë gjithë bukur. Vetëm 15 vjeç le vendlindjen dhe me një valixhe druri niset për në Kuçov për të studiuar në teknikumin e naftës. Prapa lajehonën e detit dhe merakun e përgjërimin e manës. Të më mësosh Xhano. Ktheu shpejt jeto.
që në vitet e para të mësimeve syrit të mësuesit të fiskulturës nuk i shpëtoi shtati i hedhur i djalit i Mariot, i cili e përzgjedh me njëherë në ekipin e shkollës. Ishte viti 1960. Këtu fillon starti sportiv i Kiços. Jo vetëm shtati i lartë, por talenti, cilësi teknike, shpirti luftarak, këmbgulja, serioziteti, guximi arritën besueshmërinë e specialistëve, edhe ata e angazhojnë ekipin e qytetës së vogël. Pas disa vitesh, kontributi nuk u qof, tani me statusin e volejbollistit arir, ai sjell stafetën në Fier 1967. Ishte vetëm 23 vjeç kur veshi fanellën e ekipit Apollonis si volejbolist. Todi Gjini, Shpëtim Sina, Asim Nano, Simon Shella, Ali Pele, Kosmatoska ishin emrat e parë që shnuan fillimin e një tradite e njëre të re, atë të volejbollit fierak. Ishte koha kur në qytetin e Fierit kishin filluar të lulëzonin edhe sportet të tjera. Bashkohës i legjendës e volejbollit shqiptar Aslan Rusit, pengu i Kiços është dhe do të mbetet që nuk mundi të luante në kryeqytet. Megjithse larg metropolit ai të kaloi kufit e provincës me talentin e tij. Pas disa vjetësh si volejbolist i fuqishëm i Apollonis, ai realizon ëndrrën e tij të trajnerit. Ishte pasioni i tij i hershëm që rinte zgjuar, rinte ndezur, ishte viti 1970. Idealet dhe pasionet nuk duan vetëm krah për të fluturuar, por edhe truall nga nis fluturimi, talentet. Kiço tani kishte aftësinë dhe pjekurinë për përzgjedhjen e elementit. E nisi me ekipin e pionerëve, të gjithë 12-13 vjeçar, akoma fëmijë. Duke konsideruar këmbguljen si themelin e virtyteve dhe durimin si artin për të shpëtuar, Kiçu aktoi mbante si postulat në punën e tij për të arritur atje ku synonte ai. Para syve të sportdarësve fierak, ekipi i çunave porritej çdo ditë ashtu siç rritej çdo ditë edhe interesimi për ta ndjekur jo vetëm në ndeshje, por edhe në stërvitje. Stolat, dikur bosh në këndin e lojrave të Apollonis, filluan të mbusheshin gjithmonë plote për plot edhe të kalonin parashikimet. Djelmoshët e vegjël dikur as e shkonin ndërmend se një ditë do të bëheshin lejtmotivi ditës dhe qytetit dhe të adhuruarit e sportdashës. Jehona e djemve të fort fierak kishte marrë dhe kështu filluan ofertat nga ekipet prestigjioze të Tiranës. Ishte 17 maj vitit 1977, kur djemët ngritën lart kupën e vendit të parë për të rinj dhe bashkë me kupën ngritën hopa në krah profesorin e tyre. E binin rrotull në fush në jehonën e brohoritjeve të spektatorëve. Ishte një moment i madhërisht. Në një nga shkallinat e stadiumit, një nuse e re simpatike me lot në sy e ndiqte këtë skenë e mrekulluar. Një takim sot me çunat e kolegët e Apollonis, një gotë rakie, një kafe shlodhse, hap biseda pafund për sportin e viteve të arta dhe ngacmon nostalgjinë e kujtimeve të bukura. Kiço do mbetet si një emblem e volejbollit fierak. Kiço ka dhënë një kontribut që në moshë të re si volejbollist i qytetit Fierit dhe më vonë kaloi në pozicionin e një trajneri. Dhe atje ku spikati pasioni, dëshira dhe puna e Kiços për të arritur rezultate të larta. Kiço rreth parë nuk ishte një trajner, por ishte një edukator, një prind. Ashtu si interesohesh për fëmijët e tij, ai interesohesh edhe për ekipin e tij. Në problemet jashtëpërqendrës stërvitor, si mbarvajtje në shkollë dhe problemet që shqetësonin në shtëpi. Kjo gjë e bëri Kiço Rondon që të njihet në komunitetin fierak dhe të kishin respekt dhe konsiderat të lartë të gjithë prindit të cilët binin fëmijët për të stërvitur pranë Kiço Rondos. Kiço, si e tha që më parë, do mbetet si nga emblemet e volejbollit fierak. Sa të rritë e Fierit u bën një ekip shumë simpatik, shumë vital, konkuron me dignitet me tjera ekipet mëndëse të thoshja se në mos të sporteve të qytetit. Ajsa u bën të kërkuar dhe nga ekipet kryesore të Shqipërisë. Dhe natyrisht gjithë ky rezultat, gjithë kjo punë ka se rezultati një këmbgulje, një vullneti
dhe një serioziteti jashtëzakonshëm treguar nga Kiçoroni. Kiçua për mua, këto vitet e fundit ka dhënë rezultate shumë pozitive. Shkoi në Imar dhe në mënyrë figurative po them që Borgji ardhi me kur, e punoi, e mbolli dhe e ka ndërzuar, e ka kthyer ekipin e volleybollit të Imarës në një ekip mendoj shumë mirë. Në Kiçon unë them fjalët më të mira si trajner. Bashkangjitë e ekipit kur ekipi ishte i konsoliduar, kishin kaluar nga faza e ekipit të trive në ekipin e të rriturve. Pas disa ndryshime trajnerësh na vjen Kiçua trajner me ekipin e të rriturve dhe kemi një intensifikim të stërvitjes dhe përgatitje për pjesëmarrje. Sepse ekipi i tjerë duhet klasifikuar nga ekipet që do të merrte pjesë në Kupën e Republikës. Kiçua na forcoi me moralin e tij për të pashur para dhe për të ecur më tej në rezultatet e mëvonshme. Kiçon e mbaj mend si një trajner të mbulës, i cili i kishte vënë vetes objektiv të përgatitësë ekip profesionist. Pra ne përgatiteshim fizikisht të përballonim 5 sete, të kishim gjujnë për atë punë dhe ishte një kombinim i ekipit, midis forcës të rinjve, zgjuarësisë më të vjetërve, pasioni që ka shoqëruar Kiçon dhe Gjergj e kam parë të shumë pak njerëz për kushtimin që kishte, që do të tregoj disa gjëra të asaj kohe, sot shumë njerëz nuk do t'i praktikohen. Vetë të matematikës, lakë fushën, vite rjetën, sa gjëra që sot duken paradoks, po që ishte shumë e vërtetë. Pasioni që ka pasur, profesori po e tregon dhe sot, dhe do të thënë ka qenë një pasion që na thënë që të jetë i pareshëm. Sistematike skrupuloz, ai ruan si thesare të çmuara çdo gjë. Regjistër, një blok, një dispensë, një leksion të cilave u kthehet her pas here. Pas një kontributi të suksesshëm me çunat prej 15 vjetësh, profesori krijon ekipin e vajzave të Apollonis. Ishte viti 1985, kur një grup vajzash të reja me etjen për të bërë volejboliste, dëshironin të ecnin në rrugën e djemve dhe të arrinin suksesin e tyre. Clarita, Alma, Matilda, Enkeleda, Dhurata, Valbona, Ermela, Flora e të tjera filluan të shfaqeshin si volejboliste të talentuara dhe nga dita në ditë e nga viti në vit u konsoliduan si një ekip simpatik që premtonte shumë, pse jo, edhe trofe e kupa. Kemi qenë një ekip i shkëlqyer, me punë dhe me djes kemi arritur rezultate të mira. Sot në sajt të tij kemi arritur që jemi bërë mësueset e edukimit fizik dhe vazhdojmë të kemi mbresa akoma më të mira dhe respektin më të madh për mësuesin tonë. I urojmë suksese në punën e tij të palodhur. Për trajner Kiçon kam një respekt dhe konsiderat të veçantë. Ka qenë trajneri im i volejbollit për 6 vjet në ekipin e vajzave. E kam vlerësuar për punën maksimale dhe me sakrificë që ka bërë dhe në kushte jo ideale. Na ka dhënë një edukatë sportive, një disiplinë rigoroze dhe një stërvitje të lartë. Shpresojmë që këtë punë që ka bërë t'ia ulëm dhe brezave të ardhshëm. Ka qenë një punë me sakrificë dhe është një punë që e ka bërë një njeri me zemër dhe që e ka dashur sportin. Për këtë e kam vlerësuar gjithkohon, domethënë dhe vlerësoj akoma. Por, këtu faqja e regjistrit stopohet. Maj 1991. Erërat e reja që filluan të frynin, transicioni, emigracioni, prishja e ekuilibrave bën që profesori të ndahet nga pasioni i tij që tani ishte bërë pjesë e jetës, të ndajë, por vetëm përkohësisht, pasi në heshtje, ai kishte bërë një premtim se do të kthej dhe thëngjilli mbuluar nga hiri do të ndisej prap një ditë. Himar, maj
2005. Atë mbrëmje ato pushtuan sheshin. Banorët e përhershëm si në komandë lanë kafet. U shfaq një ylber me 20 ngjyra njerësh, se cila feksi me ëllësin e vetë. A i shesh, atë mbrëmje u duke ndryshe. Pleqve vështrim vëngër u ranë të spit. Valët puthën më shumë bregun, a i majlulesh kishte më shumë dritë. Ati e buzionit, unë blodhe në kuvend, si nure vajzat e valve. 20 lisistratat e himarës kërkuan të barabartën midis palëve. Shpresa është perëndi e fundit, dhe profesori besonte tek ajo. Karriera e suksesshme sportive e profesorit akoma haruante jehonën e saj. Ajo kishte udhëtuar drejt vendlindjes së tij. Himariotëve nuk mund t'ju shpëtonte ky rast. Profesori i tha me njerë okej dëshirës së tyre dhe erdhi në kohën e dur dhe në vendin e dur të vinte një gur atje në himarën e tij ku kishte bërë dhe një premtim në heshtje. Atje nga e nisi fluturimin, atje do të qëndronte, me 10 prindër me vajzat për dorë nxituan t'i regjistronin. Ishin momente e përjetime mjaft të bukura. Për ta kishte ardhur momenti fatlum. Himara s'kishte tradit, por kishte entuziazmin e himariotëve dhe ëndrrën e profesorit që të mbillte një lule që edhe qyteza e tij të merrte pak jetë, pak dritë. Mbështetja totale e autoritetit vendit zotit Vasil Bollano dhe njerëzve të mirë të Këshillit Bashkiak ishte pro komunitetit dhe profesorit. Duke filluar që nga viti 2005, ishin përpjekjet e trajnerit të ekipit voleybollit, voleybollistit të njohur në rrethin e Fierit, me origjinë nga qyteti i Marë zotit Kiço Rondo, i cili e pa me mjaft interes që në komunitetin e Himariot të jetë aktivizimi për aktivitetet e ndryshme sportive, duke i parë dhe si atrakcion për njerëzit dhe për rinin e zonës. Me aftësitë e tij, me dëshirën për riaktivizimin e sportit në një komunitet sportdashës siç është komuniteti i Himariot, ngriti ekipin e voleybollit dhe gjithatë dëshira e personit Kiço Rondo, vullneti i tij, dëshira se si mënyrën administroi këtë ekip edhe moshën e re e çoi që ky ekip të gjej një vend nderi në tabelën e klasifikimit. Përpjekjet e tij janë ambicioze dhe ato duken dhe në jetën e përditshme, ku karakterizohet për si një qytetar me një vullnet të fortë, me një këmbgulje të vazhdueshme, jo vetëm për sa i përket aktiviteteve sportive, por dhe në jetën e përditshme të qytetit tonë, i cili vërtet ka shumë probleme për sa i përket dhe në drejtim të zhvillimit, por dhe në drejtim të promovimit të aktiviteteve apo të trashëgimisë kulturore. Pra, edhe sporti është një nga pikat e promovimit të jetës së qytetit, të cilësive të tij, të pasurive natyrore që ofron përpushuesit dhe që e çon emrin e komunitetit tonë në stade më të avancuara përkrah komuniteteve të tjera që janë më me një histori në drejtim të sportit, por jo vetëm. Dhe për këto vlen një falënderim për trajnerin e ekipit voleybollit, zotin Kiço Rondo, i cili vazhdon që këtë këmbgulje ta ketë pavarësisht moshës, sepse kuptohet që tani është në një moshë pensioni, por këto ngelen gjithmonë prioritet për të dhe mendojmë se bashkëpunimi jonë do të vazhdojë të përmirësohet në mënyrë të përvitshme. Është kënaqësi e veçantë, natyrisht edhe privilegj kur flet për njerëzit e punës, për njerëzit që kanë kontribuar në vite për voleybollin. Dhe një nga këta është edhe Kiço Rondo, për të cilin kam një respekt të veçantë për atë punë që ka ngritur në qytetin e bukur dhe të vogël të Himarës. Dhe është merit e veçantë e zotit Kiço që ka kontribuar, ka punuar me sakrificë, duke djersitur, duke u lodhur me të gjitha gjërat dhe ka ngritur një ekip shumë simpatik dhe ka kontribuar jashtë mase në rritjen jo vetëm të voleybollit në rrethin e Himarë dhe në rrethin e Sarandës, por edhe në voleybollin kombëtar. Unë duhet të them diçka për disa gjëra të veçanta të zotit Kiço, i cili
në natë parë për të ndjenjë një respekt të veçantë, në natë parë për vlerat njerëzore, vlerat të cilat e përmbledhen atë si njeri, një njeri me virtyte fisnikërie, një njeri me virtyte të pastra, një njeri me një moral të shumë të veçantë, me personalitet të veçantë. Këto janë cilësi të cilat ne dhe sot e kemi vështirë të gjejmë tek ata që punojnë me voleybollin, pra tek ata që ne quajmë trajnerët njerëz. Unë thash, fryma me të cilën është karakterizuar dhe karakterizon mund të them profesor Kiçon, është e tillë sa që ai ka ndikuar dhe ka rritur tek ato vajza një fair play, një fair play atë dëshirën e madhe, ndjenjën e kolektivitetit dhe në skuadrën e tij është ndjer gjithmonë fryma e familjes. Diçka të dua të veçoj këtu pasi përveç punës, përveç këtij familjariteti, përveç një fair play që ai ka gëzuar gjithkohës në stërvitje dhe në ndeshje, ai ka përgatitur dhe lojtare shumë cilësore që kanë kontribuar në ekipet tona kombëtare. Një nga ato lojtare që unë të shti nuk e përmend dot emrin, nuk më kujtohet, luan edhe në Federatën Greke, luan edhe në Greqi dhe po luan me sukses. Kështu që ky është edhe një kontribut i veçantë i zotit Kiço për punën e tij mjaft cilësore. Natyrisht nuk mund të themi që kjo është një intervistë për zotin Kiço për mbylljen e kapitullit të tij, por ne urojmë që ai të vazhdojë. Ne si federat do të jemi më afër, jo vetëm për respektin, për punën dhe për minjohen ndaj zotit Kiço, por edhe për vendin e bukur siç është Imara, që të ketë edhe voleybollin e saj, voleybollin natyrisht të njohur dhe në vlerat që i takon të ketë ai vend. Unë gjej rastin të falenderoj jo vetëm zotin Kiço, por edhe gjithë familjarët e tij, zonjën Hajrie, e cila gjithmonë e kanë ditur pranë dhe mund të them që ajo është bërë dhe një trajner e voleybollit, është bërë një figurë e artit e cila është shumë pranë këtij sporti. Dhe unë uroj që ky çift në natë parë të ketë jetën e gjatë, të ketë nderin dhe respektin siç e ka kudo, pasi nga ne respekti dhe mirënjohja gjithmonë do të ekzistojë dhe Kiço në atë hierarki të voleybollit, ai do të meriton vendin e tij të veçantë. Ishte merita e trajnerit Kiço Rondo që organizoi pjesëmarrjen në kampionatin kombëtar të rejave. Dhe mbas fillimit shumë të vështirë, në ato kushte të vështira, mas 2 vjetësh arriti që në ekipin kombëtar të rejave të marrë pjesë në finale dhe u përfaqësua me dinjitet me ekipin e vajzave të Imarës. Puna e mirë e Kiço Rondos duket në nivelin e mirë që tregojnë këto vajza në përgatitjen tekniko-taktike, në përgatitjen fizike, në pjesëmarrjen me shumë rezultat në kampionatin kombëtar dhe në aktivitetet tjera të voleybollit. Vajzat e para që kanë fatin dhe privilegjin të quhen të parat ishin hynesha të vërteta, të edukuara, të shkëlqyera në mësime. Olta, Athinaja, Jorgjia, Irida, Niki, Vita, Aleksandra, Persefoni, Kiriakula, Krisula, Amalia e më pas motrat Pranvera dhe Alda, Artemisa, Juela, Leni, Marina, Fotina e deri tek më të voglat Klau, Niki, Sofia dhe Amalia. Yes,
dhe do të doja nga kjo bizet që më jepet mundësia të flas me ju, do të doja në mënyrë të veçantë të falenderoj si prind dhe në emër të gjithë prindërve të tjerë, trajnerin e ekipit tonë zotin Kiço Rondo, i cili ka punuar dhe i takon një merit e veçantë dhe do ta them një çik më thjesht që në rast se në Himar do të ishin edhe jo të shumë 5 apo 10 veta si Kiço Rondo, gjëra do të lëvizin shumë akoma më mirë, se për të tillë njerëz kemi nevojë ne. Sa e përket Orgjinës, është nga familja më të vjetra e Mariotit, Birdi Mirjeçan. Duke ruajtur traditat dhe kulturën e Mariotit, ai u rikthie përsëri në Imaz pas 30-40 vjetësh, se nuk e kam të saktë vitet. Që një ekip të volejboll për të rejat e vajzës, e cila sot të përfaqëson në Imar dhe në Shqipëri është nga vendet më të mira. Dhe unë i them, Zoti Kiço, faleminderit që ekziston, që na përsëritë traditat që kishte Imar. Ajo që duhet të theksoj për punën e Kiço Rondos si trajneri i ekipit është puna këmbulse e tij dhe edukative. Mua si prind më ka çliruar nga një pjesë e madhe e kohës që duhet unë si prind të kushtoja për fëmijën time. Këtë e kushtoi Kiço Rondos, trajneri i ekipit. Vajzat e Imarës, nëse do konkurrojnë shkolla, Patrik do thoshte që shkolla e Imarës po, do zgjidhte vend të parë në Europë. Dhe është krenari dhe për ne dhe është nderimar që Kiço Rondos është qytetar i kësaj bashkie, është qytetar i këtij komuniteti, është qytetar i cili ka vendosur që vlerat e tij t'i kurorëzoj dhe t'i mbyll duke luftuar për zhvillimin e aktivitetit të sportit në përgjithësi dhe të volejbollit në veçanti për qytetin e Imarës. Profesori që kishte përgjegjësinë e trajnerit, që mbante mbi shpatulla një karrierë të gjatë sportive, nuk kishte hequr dorë nga zakoni i stërvitjes së fortë dhe të lodhshme. Lojtarës, thot ai, po nuk i doli djersa në fanell, nuk është lojtar. Përzgjedhja e elementit për të ishte një moment shumë delikat. Puna raskapitse, disiplina hekurt, natyrisht puna e mirë në të lëkurë në bardh. Shumë shpejt, vajzat u futën në kampionat. Në fillim të ndrojtura, me drithërim në zemër, pa përvojë, por ditë pas dite e vit pas viti, ato u bën zonja në fushë, të sigurta, të fuqishme, lojtare të bukura e me rezultate. Në fillim shprehja e Mariotëve nuk fituam. Shumë shpejt u zëvendësua me urimin bravo, prap fituat. Fitore pas fitoresh, kupa pas kupash, në Himar filloi të brohoritej Himar. Kjo brohërim e ndoqi pas ekipin në Tiranë, Durrës, Korçë, Elbasan, Vlorë, Lushnjë, Divjak. Vajzat e Imarës pushtuan zemrat e sportëdashësve. Sa herë ata e shoqëruan ekipin e zemrës së tyre në takime të rëndësishme. Në sezonin 2008-2009, ato arritën nivelin më të lartë. Nga 19 ndeshje humbën vetëm një dhe fituan 18 të tjera me rezultatin 3-0. Mira kilometra udhtim, qindra ndeshje, sete e qindra pikë të fituara. Sa herë lot gëzimi. Pretendim do jetë shumë më lartë, të ngrejmë cilësinë sportive një herë, dhe atje të lozim voleboll të pastër, të mirës sipas kohës. Jam shumë të gëzuar që fiton, që morëm vendin e tretë, doni më shumë, po viti tjetër, të keni frikë nga ne. Ishte një kënaqësi për mua që fituam pjesë në vendin e tretë. Do vitin tjetër pretendojmë për më shumë, jetë kupa. Ndodh të ketë edhe ndonjë humbje, dhe ato fillojnë të qajnë të gjitha ashtu në grup, se nuk janë mësuar me humbjen. Atëre profesori, me komunikimin e tij prindror, nga një njeri fort, siguri, bëhet i prisht si lulja. Nuk kisha dëshirë e vogël të loja të besha volejboliste. Avash ai na ngriti moralin, tani dëshira është e madhe, ëndra është e madhe, edhe ëndra ime është vazhdoj diku më lart, skuadra e zemrës do jetë kjo, dhe falenderoj shumë trajnerit tim Kiço Rondo, që bëri kaq përpjekje dhe na ngriti në këtë nivel.
Më vjen mirë që kemi shumë sportashës që na shikojnë në qytetin tonë, që vinë për na parë ndeshjet voleybollit në qytetin tonë. Dhe mendoj që ky sport të vazhdojë sa më lart, të ketë rezultate më të mira, si brenda në Shqipëri dhe më tutje. Unë nëse të shkoj për shkollë të lartë në qytete të tjera ose jashtë shtetit, mund të kthehem përsëri të hap një voleyboll për fëmijët më të vegjël. Jam trajnere atyre. Sigurisht kam nderin që të jap konsideratat e mia dhe urimet për një emër të legjend, mund të them, të voleybollit shqiptar. Sigurisht ndoshta vitet e fundit e kam njohur dhe vërtet me kënaqësi më të madhe shpreh, domethënë, nuk e di, urimet më të mira për atë punë madhore që bën ai. Jo vetëm në vitet e tij kur mund të ketë pasur shumë të suksesshme në vitet e rinisë së tij, por mund të them vitet e fundit kur unë edhe e kam njohur, vërtet mund të them që më bë përshtypje për atë moshë që ka dhe për atë pasion të madh që ka duke drejtuar ekipet e voleybollit të Imarës apo të Fierit. Dhe vërtet mund të them është një strateg për punën e tij dhe është një model për voleybollin, për ata trajnerë të cilët vazhdojnë dhe punojnë, sepse vërtet ndoshta jo në shumë në dukje, por për aq momente sa pa shumë këto vitet e fundit në këtë ekipin e, domethënë, të Imarës që ka krijuar, mund të them vërtet është një punë e mrekullueshme, një punë për t'u lavdruar dhe pse jo për të marrë shembull të gjitha brezat e mëvonshëm. Profesor Kiços, jo vetëm si trajner, por edhe si njeri, mund të them që është jashtëzakonshëm. Vërtet të dy së bashku me zonjën Ajrie përbërnë një çift të mrekullueshëm, duke i dhënë kësaj shoqërie, njëra në fushën e artit, kurse tjetri në fushën e sportit, dhe vërtet nuk e di, po i uroj një jetë të lumtur të dyve, një shëndet të mirë, së bashku me fëmijët e tyre. Mirënjohje pafund, dhurata, lule, kartolina. I dashur profesor Kiço, ju uroj nga zemra gëzuar Krishtlindjet dhe vitin e mirë. 25 vjetori, një festë shumë pritur për të gjithë ne. Në këtë ditë ju keni kënaqësinë të festoni përveç festës edhe emrin tuaj, gëzuar emrin. Njerëzit me këtë emër kanë potencialin për të bërë të suksesshëm dhe ju ja keni arritur. Unë e di shumë mirë se puna juaj kërkon përkushtim, durim, punë dhe të gjitha kërkon zemër. Vetëm një njeri me shpirt të madh mund të arrijë suksesin që keni arritur. Unë kur nuk do të arrij t'u shlyej të gjitha ato që keni bërë për mua. Përveç se trajner, ju keni shonë për mua një prind i dytë. Edhe për këtë ju falenderoj shumë. Këtë fund viti gjej mundësinë për t'ju falenderuar dhe për t'ju uruar. Sjellët viti 2010, mbarësi, lumturi për ju dhe familjen tuaj. Suksese në punë dhe kudo. Me respekt, Pramenda Blushani. Sipas ardhës si mjeshtrave Sevdallin të Baçeve, kohën e lirë profesori e kalon në kopshtin e tij dhe u gëzohet të mbjellave sepse i mariotët bëjnë të bashkëtoj agrumet dhe ullint me pishën dhe lisin. Në ditët e bukura me diell, ai përgatit çantën dhe vrapin e mban atje tek deti si pjesë shlodhëse e ditës së tij. I çmuar për fjalën e urtë, zemërgjërsin e fisnikrin, i respektuar për gjykimin e problemeve,
jo vetëm nga njerëzit e gjakut dhe të fisit, por edhe nga komuniteti ku të kujton kryetarët e pleqësive të Mariotëve, të cilëve u rëndonte dhe u kishte pesh fjala. Prindi nderuar, jo autoritar I shtir, por I imponueshëm me sjelljen dhe qëndrimin e tij si model I babait shembullor. Në profesionin tim, që jam një aktore, megjithëse në fillimet e mia më është dashur të jap disa intervista. Dhe asnjëherë nuk kam pasur emocione, kam qenë gjithmonë e lirshme. Por ndi se sot për mua që nga intervista më e vështirë që kam dhënë deri më sot. Asnjëherë besoj se nuk është e mjaftueshme të gjesh fjalët e mira për prindrit e tu, kur janë më tepër një model I pakrahasueshëm dhe një shembull I ndershmërisë, I përkushtimit në punë, në jetë, I pastërtisë si marrëdhëniet në një çift, dhe një shembull I përkryer. Babai im për mua sot ka një festë të madhe dhe unë jam shumë e emocionuar dhe nuk gjej fjalët e duhura për të shprehur mirënjohjen time për shembullin që më ka dhënë jetë, për virtytet e mira dhe mësimet e vlefshme që më kanë mësuar jo vetëm babai im, por edhe nëna ime. Ata janë dhe do të ngelen gjithmonë për mua një shembull I pakrahasueshëm I një çifti të mrekullueshëm që me dhimbje dhe përkushtim kanë rritur dhe janë munduar të edukojnë 2 fëmijë, mua dhe vllain tim. Babin tim e puth fort, I uroj suksese të mëtejshme dhe më të shumta se ky I sotshmi dhe një jetë të gjatë dhe plot lumturi bashkë me nënën time. Babi, një puthje të fort nga unë. Që të flas për babin duan orë të tëra. Shembulli I tij në jetën private dhe si sportist më ka frymëzuar gjithmonë. Siç e tha dhe motra ime, ne jemi me fat që kemi 2 prindër të shkëlqyer. I uroj babit tim gjithë të mirat, suksese në sport, në jetë dhe jetë gjatë. Nusja e re, dikur spektatore dhe fans në shkallinat e stadiumit, sot në moshën 60 vjeçare, ndjek hap pas hapi, përjeton dhe është për pjesë shpirtërore e pasionit të bashkëshortit. E njoh ashtu të thjeshtë, e kupton, të qetë, por shpërthyes, dinamik në profesionin e tij. Si Mariot jam krenar, domethënë për atë, sepse ai vitet e fundit krijoi ekipin e voleybollit të Imarës, I dha vlera, e voleybollit femrave I dha vlera, dhe na krenoi të gjithë ne. Kishua së bashku me Hajrien, bashkëshorten e vet, këta artiste të madhe të skenës të ekranit shqiptar, përbën një çift të mrekullueshëm, ku të dy realizojnë një destin të përbashkët, destinën e dhurimit të emocioneve publikut. Kjo është kënaqësia më e madhe e këtij çifti të mrekullueshëm.
Në rrugën time të karrierës voleybollit, ndihmë marrëm nga unë bashkërët e ime Hevia, që insistonte që unë shkoja akoma më mirë. Rruga akoma për mua është e gjatë, shpeso të jetë në voleyboll. Që të ecëm akoma më mirë se që kemi të. Shpeso. Una noche el puerto de tu soledad, los amantes se refugian en tus sumas, los suspiros desde tu balcón, y enredas los hilos de nuestra pasión. Luna que me miras ahora, escúchame. Luna, tú sabes el secreto de la eternidad y el misterio que hay detrás de la verdad. Mírame que a ti mi corazón te oye, me siento perdido y no sé si destruye corazones como de fuego que todo lo puede abrazar. Luna, tú, alumbrando el cielo y su inmensidad, en tu cara oculta qué misterio habrá. Todos escondemos siempre algún perfil, somos corazones bajo el temporal, ángeles de barro que deshacen mal, sueños del otoño desvanecerán, hijos de esta tierra envuelta por tu luz, hijos que en la noche vuelven a volar. Destruye corazones como de fuego, todo lo